Saranda vijon të pres fluks të lartë turistësh gjatë këtij sezoni, ndërsa institucionet kanë intensifikuar masat për menaxhimin e situatës në terren. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha së bashku me ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari, drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe kryetarin e Bashkisë Sarandë Oltion Çaçi zhvilluan një vizitë në qytetin bregdetar për të parë nga afër mënyrën se si po menaxhohen flukset e pushuesve dhe shërbimet gjatë sezonit veror. Vëmendje e veçantë është kushtuar plazheve publike dhe aksesit të qytetarëve, ndërsa bashkëpunimi me strukturave vendore dhe atyre të sigurisë synojnë të garantojnë një sezon sa më të mirë për banorët dhe turistët. Atmosfera këtu në Sarandë është shpreha më e mirë e rezultatit të prekshëm të sivjetshëm që kemi sa i takon plazhi publik për aksesit, jo vetëm në plazh me tarifat përballueshme, që është një tjetër sukses i këtij sezoni, sepse kemi ofruar për herë të parë me një vendim qeverisë një tipologji të re të plazheve të menaxhuara nga bashkitë. Ne po shkojmë drejt një formalizimi, sepse duam që ekonomia, turizmi të sjellë të ardhurat, të shpërndahen dhe pa formalizim, pa fiskalizim, pa i dhënë atij që i takon shtetit, bashkive në këtë rast, do kemi shumë vështirë të reinvestojmë këto para për interes publik dhe për ato punë që qytetarët presin. Kështu që nga kjo pikpamje, mirë menaxhimi i sivjetshëm ka dhënë rezultat. Kemi një sukses edhe sa i takon detit, dhe këtu unë jam me kolegët nga Policia e Shtetit, që pa ata do ishte pamundur kjo siguri që kemi si vjet, si në tokë, si në ujë, për gjithë perimetrin, për gjithë korridoret hyrëse, për gjithë qetësinë e sigurisë në plazhe, për pjesën e zhurmave, për pjesën e gjithçka që lidhet me sigurinë e pushuesve. Kemi përshtypjet më të mira, kemi numrin më të ulët të ankesave ndonjëherë të publikut për aksesin në plazhin publik. Dhe siç e theksova, këtu në Sarandë jemi një nga modelet më të mira, duhet ta them të gjë. Natyrisht që duhet bashkëpunim dhe koordinim. Task forca jon po funksionon, ne gjithë jemi në terren. Ne kemi marrë masa si me Policinë e Shtetit për të garantuar sigurinë e jetës së qytetarëve dhe turistëve, por nga ana tjetër edhe qetësinë në kuptimin e zhurmave, e cila ka qenë një problem i kahershëm, dhe ne kemi rishikuar udhëzimin bashkë me Ministrin e Mjedisit dhe Ministrin e Shëndetësisë lidhur me nivelin e lejuar të zhurmave që prodhohet nga aktivitetet ekonomike, kryesisht përmes përdorimit të pajisjeve elektroakustike, por dhe zhurmave të amplifikuara si muzika prodhuar nga beach bar dhe restorantet lokale e tjerë. Është përqafuar shumë mirë nga turistët, nga qytetarët të cilët pushojnë në Sarandë, por dhe kudo, të cilët ndjehen më të qetë gjatë ditëve që ato pushojnë në vendin tonë. Gjatë sezonit janë ndërmarrë gjithashtu masa për rritjen e sigurisë në tokë dhe në det, menaxhimin e trafikut, kontrollin e hapësirave publike dhe ruajtjen e qetësisë në zona turistike. Strukturat e Policisë së Shtetit kanë qenë të angazhuara në monitorimin e situatës për gjatë gjithë vijës bregdetare dhe në pikat me fluks të lartë. Në fokus është edhe formalizimi i aktiviteteve turistike dhe administrimi më efikas i hapësirave publike. Autoritetet vlerësojnë se bashkëpunimi ndërinstitucional dhe angazhimi i ekipeve në terren mbeten thelbësore për përballimin e flukseve të sezonit dhe garantimin e sigurisë së pushuesve.